Shturrokat e Jeta dhe Erët e Kuqe titullohen 2 librat e promovuar nga autori Ndrek Ditguri në Shkodër, 2 librat e promovuar në ambientet e bibliotekës Zoja Shkodrës. Autori thotë se 2 libra flasin për jetën e tij. Të 2 libra janë librat e fundit që kom shkruan, në 7 libra që kom bërë. Ma të parin libër kom bërë Brejtësit e Shpesës. Atër një zonë anër, kom shkruaj jeta ime në 3 kontinente, Dëmbrektën e Vashaj, edhe Shturrokat e Jeta, edhe Erët e Kuqe. Librat mia janë kryesisht libra të jetës teme, gjatë jetës teme, si sot jam në vitin e 91 muaj. Edhe kryesisht janë libra si flasin vetëm për ata çka unë kom pas dëshirë e çka kom menue. Cilat janë 2 libra që do të prezantohen sot në bibliotekë? Librat e sotshme janë, njëna është Shturrokat e Jeta, tjetra është Erët e Kuqe. Po, çfarë përshkruajnë? Ku përshkruajnë kryesisht në poezi, përshkruajnë jetën teme afërsisht çka kom menuar edhe çka menoj për të ardhmen edhe për të sotmen. Janë libra ku flasin vetëm ata që kanë një me gjithë shpirt e me zemër, tu ju drejtua kryesisht tek e drejta, e te vërteta. Si për veti, si edhe për gjithë ata si kom ljoftër gjatë jetës seme. Në promovimin e librave merrin pjesë shkrimtarë dhe miqtë e autorit.